para se të shkoj dhe të shpjegoj këtë çështje, më lejoni të them që për ta nënshkruar këtë marrëveshje, fillimisht jam konsultuar me themeluesit e Degës Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtrri. Jam konsultuar me shtabin e Degës, me shefin e shtabit, cilin e falenderoj për një punë të jashtëzakonshme që e ka bërë në këtë fushat. Jam konsultuar me nënkryetarët e Degës, me sekretarët, me asamblesët të zgjedhur, që të gjithëve ja u kam shpjegu që këtë marrëveshje jam duke e bërë dhe për këtë kam lejen e kryetarit Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëri Omer Abdixhikut. Sepse nuk e kam bërë këtë marrëveshje kokë më veti dhe as për interesa personale. Mund t'ju them sonte ekskluzivisht Arben, nuk do të kem asnjë pozitë komune në Vushtris në koalicionin e ardhshëm mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Asnjë pozitë personalisht nuk do ta kem në Vushtri. Asnjë pozitë ekzekutive. Madje nuk do të qëndroj as në kuvend komunës ndoshta, përveç nëse është kërkesë shumë e qartë. Sepse karriera jam politike dhe profesionale janë dy gjëra ndryshme. E kam thonë në çdo debat televiziv që më kam. Politikën e kam pasion. Unë jetoj nga profesioni jam, nuk jetoj nga politika. Nuk kam jetu kur nga politika. Falë Zotit. Pavarësisht vështirësive që i kam pas në jetë ndryshme, kam jetu nga profesioni. Pra po më thuaj që në marrëveshjen, cilin e ke bërë, edhe nëse fitoni në Vushtrri bashkë me vetëvendosjen, ti nuk do të jesh pjesë e komunës. Mirë, po e kuptojmë këtë, edhe e posoj që do të merrni. Por a ka qenë i njoftuar kryetari Abdixhiku? Arben, kam 19 vite të jetës tem aktivitet në LDK. 21 vite të babës tem ndjes post si aktivist i LDK-s deri kur ka dhënë shpirt. Nuk është që të regojnë me respekt për këto 19 vite kryetari, do duhet t'i përfundonte me krenari, tha këto, 19 vite jo të përfundonte kështu. Të motrës time aktiviste, secili prej tyre thjesht aktivist LDK-s, pa asnjë pozitë, pa asnjë interes. Sonte e kam përbërshëm ja u shpjegu krejt aktivistave të LDK-s në krejt Kosovën, që unë nuk kam tradhtu dhe që nuk kam vepru kokën veti. Kjo marrëveshje ka ardhur kësaj. Më ka shkruar kryetari i LDK-s dhe më ka pyetur, "Gjaf, a keni ndonjë ofertë për bashkëpunim në Vushtrri?" I kam thënë, "Ju kam përgjigj. Po kryetar, kemi ofertë nga lëvizja vetëvendosje." Mu ka përgjigj, "A mundeni me fitu?" I kam thënë, "Po kryetar, në bazë të numrave që janë, ne jemi 1400 vota përpara nëse jemi në koalicion. Nëse na bashkohet edhe nisma, bëhemi mbi 2000 vota më shumë se PDK-ja aktualisht. Prandaj mundemi me fitu." Dhe ja kam shpjeguar parimet e koalicionit. U kam thënë se në këtë marrëveshje thjesht ndrohen rolet që LDK-ja dhe vetëvendosja kanë pasur në 2017, ku vetëvendosja na ka mbështet në Vushtrri për qeverisjen dhe për fitu mandatin e LDK-s për herë të parë. Pra, thjesht veç e kemi ndru rolet. LDK-ja merr 50% të drejtorive nën kryetarin.